Priveba Liberta Spahiu zbulon të dashurën e re të Blerës? Po, e vërtet. Dorën zemër, redaksia Priveba Liberta Spahiu është bërë pak merak kohëve të fundit. Jo sepse lajmet na kanë munguar, sepse kemi pasur pa fund çdo javë, por sepse në to nuk ka qenë një person emblem Blerë Muharremi. Këngëtari i njohur u duk që gjeti qetësinë e tij pas turbulencave në raportin me bebin e tij të njohur. Lidhja e keq u përmbyll pas disa episodeve për i shpajtohu. Po kur i Blero, simboli i dashurisë pa u dashuruar. Nga kjo pjesë ka plot të reja. Priveba Liberta Spahiu ka arritur të kuptojë se këngëtari i njohur është në një lidhje të re. Çka e bën më interesante situatën është që pas më shumë se një dekade e gjysmë, ai ka hequr dorë nga bjondet. Partnerja e tij quhet Agneta, me origjinë nga Peja dhe prej shumë kohësh ka jetuar në Oslo të Norvegjisë. Burimet tona bëjnë të ditur se Agneta po qëndron prej disa kohësh në banesën e Blerës në Prishtinë. Momentalisht, gjithçka mes tyre po ecën shumë mirë dhe ne do jemi këtu për t'i përcjell të gjitha. Zbulohet super dueti i Bardhit? Po, e vërtet. Viti 2022 solli një nga bashkëpunimet më të suksesshme në tregun muzikor shqiptar. Ferrari, projekti i përbashkët mes Bardhit dhe Melindës, u kthye menjëherë në hit dhe dëshmoi për energjinë dhe kiminë artistike mes dyshës. Një vit më pas, në dhjetor të 2023-s, ata mbyllën vitin me një tjetër goditje. Kënga Mos ma presh u prit jashtëzakonisht mirë nga publiku dhe shumë shpejt arriti shifra marramendse, duke ju afruar 100 milion shikimeve në YouTube, një sukses që konfirmoi edhe një herë peshën e dyshës në industrinë muzikore. 2024 nuk solli një tjetër bashkëpunim mes tyre, por pritja duket se do marrë fund së shpejti. Sipas burimeve të Priveba Liberta Spahiu, Bardhi dhe Melinda janë gati të rikthehen me një tjetër projekt të përbashkët. Kënga e re është tashmë e përfunduar, ndërsa xhirimet e videoklipit pritet të zhvillohen përgjatë ditëve në vazhdim. Publikimi i duetit është i planifikuar për fillimin e muajit prill, duke u pozicionuar si një nga prurjet më të forta të sezonit pranveror në muzikën shqiptare. Ky projekt me Melindën pritet të shënojë edhe nisjen e një viti të ngarkuar me përplot projekte për Bardhin, i cili ka paralajmëruar me të drejtë një 2025 plot të ritëm dhe bashkëpunime që do ta bëjnë këtë vit të tijin. Dardani ndan datën e dasmës? Po, e vërtet. Një nga emrat më të suksesshëm të skenës muzikore shqiptare në diasporë, reperi Dardan ka zhvillime të mëdha edhe në jetën personale. Sipas burimeve të Priveba Liberta Spahiu, artisti pritet të kurorëzojë dashurinë shumë vjeçare me këngëtaren Hava në një dasmë që do organizohet në Kosovë gjatë muajve të verës. Ceremonia, që po përgatitet me shumë kujdes, pritet të jetë një event madhështor me një numër të konsiderueshëm të ftuarish, emra të njohur të skenës, familjare me të afërt nga Kosova e jo vetëm. Ndonse data e saktë po mbahet ende sekret, përgatitjet kanë nisur dhe gjithçka po bëhet në funksion të një organizimi që do përflitet gjatë në çarqet mediatike dhe në rrjetet sociale. Lidhja mes Dardanit dhe Havës është nga historitë më të qëndrueshme të dashurisë në showbiz. Të dy artistët kanë zgjedhur që të mbajnë një profil të ulët për sa i përket jetës private, por kjo si ka ndalur që të jenë shembull i stabilitetit dhe përkushtimit. Vetëm pak ditë më parë, me 6 mars 2025, çifti festoi 9 vjetorin e lidhjes së tyre, një rrugtim i gjatë që duket se do përmbyllet me një hap të madh martesën. Urimet po i nisim që tani. Visello pjesë e një video erotike? E pa vërtet. Një nga banorët e Big Brother VIP Albania, Visello ka rënë prej një thashë themi të madh online. Një faqe pornografike shqiptare javë më parë ka publikuar një video ku pretendohet se personi në fjalë që po kryen marrëdhënie me një mashkull tjetër është Fix, banori Big Brother VIP Albania. Video është parë më shumë se 40.000 herë në platformën shqiptare, duke bërë që kjo të përflitet kudo si punë e kryer. Megjithatë, përkundër ngjashmërisë në fizionomi, në një kohë kur Visello ishte bjond dhe konkurronte në këngën magjike, personi supozuar nuk është ai.
Kjo është arsyeja pse Visello ka hedhur disa kunje në rrjetet sociale, duke ironizuar me thashë themë të cilat I kuptoi, pasi doli nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Një koment epik ai e pati I kontaktuar nga Pridheba Libertas Pahiu, me që rast na nisi një video nga Tirana që I vë pikën gjithçkaje. Kemi nisur tani të kuptojmë edhe ëndrat e Xhibanit dhe Joz Markut, aty brenda shtëpisë tek thonin që më kishin parë në ëndrat e tyre, bjond me flokë të shkurtra dhe me një person tjetër që më mbështillte. Tani unë e kuptoj pak a shumë këtë tentativën për të më parë në situata të tilla të meshkujve shqiptar, por fatkeqësisht nuk qënë kërkam unë, por që yje çunat, shumë të bukur, shumë të lezetshëm, një video profesionale, uroj që një ditë videot e mia intime të kenë atë kualitet dhe cilësi, që sa kam dalë nga Big Brother, realisht kam thënë, po si se bëra njerë një video kështu unë. Po, I njoh videot e mia nuk janë në atë kualitet aq të mirë. Gjithsesi, shijojeni për aq kohë sa mendoni që jam unë në atë video. Për pak do ju tregoj edhe si kam shirë tatuazhet dhe që jam aq pa tatuazhe në atë video. Dhe nëse keni një pyetje tjetër, më thoni paraprakisht sa joj një përgjigje, se në fund ditës duhet të pyesni pornostarin që ndodhet në video, që për fatin tuaj të keq nuk qenë kam unë. Ju dërgoj puthje.